Dita e sotme me hënën e plotë të nëntorit, që është nga dreka, ka një ndikim shumë të madh sepse ndodh në boshtin Dem Akrep në orët e pasdites, të kuptojmë dhe diçka. Ndikimi i secilit ndihet veçanërisht fuqishëm ata që përfaqësojnë shenjat siç janë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, vëmendje. Për ndikimet të detajuara dhe ndikimet e hënës së plotë, meqense hëna e plotë zhvillohet në ndikim shumë të madh dhe stres jashtëmase për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket karrierës dhe kujdes me bisedimet. Siç e pat. Që në fillim të emisioni, sot pak të vrikllëk ka, nuk diskutohet në çdo ditë, por duhet të jemi të qetë, sepse është dita deri në drek, është motoja eci avash sepse nxitoj. Nëse ne e dim një të drejtën tonë, por të tretët çfarë thonë, atëherë neve duhet të marrim atë që neve jemi, neve na përket, kush jemi, pra duhet të ruajmë jashtësinë, sepse për një diçka më të vogël mund të ndikohen shumë gjëra. Dhe duke pasur parasysh ndikimet që kanë bënë sepse mund do shmangim rrezikun dhe kjo do të thotë në lidhje me çështjet jo vetëm shenjat impulsive, përveç shenjave fikse që preken binjakët, virgjeresha, shigjetari, peshqit, të 10 ditësh të parë. Prandaj duhet pasur shumë kujdes dhe vëmendje në bisedimet, në kontratat, në çështje të rëndësishme, sepse do të thoni, unë kam një të drejtë dhe dua ta shfaq atë të drejtë dhe të flas, por të folur me zë të lartë na prish shumë ekuilibra. Prandaj dhe nuk mund të bisedohet të nxjerret një përfundim. Kjo do të thotë, dhe shikoni dhe vetë dhe do më kujtoni. Vetëm dy gjëra do t'ju them, si fillim pastaj flasim me shenjat me radhë, duke pasur parasysh në lidhje me timonin, do të keni kujdes dhe në lidhje me kontratat të rëndësishme. Por, nëse flasim për këndet që bëjmë planetet për ditën e sotme, kemi busollën tu. Ja për ku e kemi, ja për çfarë na mëson. Pra e themi gjithmonë që të flasim në ndikime dhe me gjëra të reale. Ndikimet që kanë bëjnë, për sa përket ditës së sotme, deri në orën 12, sepse ndryshimet që kanë të bëjnë për shigjetarët, po shikoni planetet që janë grumbulluar, edhe akrep shigjetari kanë probleme, ndikime dhe shumë, gjithashtu dhe peshqit, pra, ja ku janë shenjat e peshqve, ku kemi Saturnin, kemi në disa ndiki katërkëndshë që bëjnë planetet aty dhe na jep një ndikim shumë të madh. Kemi hënën, ja pra ku është hëna, në shenjën e Demit, ku në boshtin Dem Akrep, për na i themi Dem Akrep, kemi Demi në një krah, dhe në krahun tjetër, ja ku është Akrepi, ku është dielli atje, pra ky kënd, ky bosht, na jep mundësinë që neve të rregullojmë gjërat tona dhe jo të nxitojmë apo të agravohemi. Prandaj duhet pasur shumë kujdes me sjellori që ndodhet në virgjeresh, nuk mund të jetë më mirë se ç'duhet, sepse ka diçka shumë të madhe për sa i përket çështjeve pasurisë paluajtshme apo diçka tjetër. Duhet pasur kujdes sot të paktën deri në mesditë. Tani fillojmë me shenjat me radhë, për arsye kohe dhe ndryshimet që kanë bëjnë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se ka një çështje e lënë pezull dikur, por vjen një moment tani që zgjidhen problemet në lidhje me çështjet e komunikimit, lidhje me një problem që keni, ose një diçka që për momentin mund keni pasur shumë çështje të lëna pezull. Do keni kujdes shenjës së Dashit në lidhje me transaksionet. Pak vëmendje për ditën e sotme, sepse ndikimi i hënës së plotë na dikton, nëse neve nuk pyesim, ose edhe sepse fjalë goja është dhe vetëm në bank, mund ta gjeni mbyllur, mund gjeni një dokument që nuk e keni, duhet ta kërkoni, kështu që pregatituni, pra veproni. Shikoj, veproj, nuk nxitoj. Është motoja për këtë juve. Në fushën e dashurisë, edhe pse me disa probleme, por dita e sotme është ditë rikuperimi në lidhje me problemet, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime që mund të merrni, lidhja me peshore, do ishte diçka pozitive. Do vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ditës, tek tema e ditës që është shenja e Demit. Këtu, miqtemi, ndodh hëna e plot në shenjën e Demit, në shenjë toke. Që kjo lidhet shumë, lidhet me elektronikën, lidhet me bujqësinë, lidhet me çështje të mëdha botërore dhe shtete nën shtete. Meqense ndikimet që kanë bënë, sepse kanë ndikimi i Afroditës në katërkëndësh që bën me Plutonin dhe me Uranin, jep një farë këndi që na lejon që neve të rikuperojmë disa probleme ose të rregullojmë disa çështje të së shkuarës, por nuk duhet të ecim përpara pa u kuptuar disa gjëra të tjera që ti mohojmë dhe të themi që nuk është.
mund kemi probleme, por këto probleme duhen zgjidhur praktikisht përpara. Pra ne keni kujdes në këtë aspekt, sidomos të 10 ditë të parë të shenjës së demit. Mbas orës 12, sepse 12 me 14:30 është një orar që kërkohet shumë vëmendje. Dhe kujdes duhet të bëjmë të gjitha shenjat, jo nxitime me timonin, jo nevriklëk, sepse për shumë gjëra. Kujdes për ditën e sotme, se nuk erdhi fundi botës, sepse nuk bëmi diçka të madhe, domethënë. Nuk është se do kemi në lidhje me udhëtimet apo në lidhje me këtë nuk ka se do keni problem të madh. Por të jemi vetë personalisht të vëmendshëm më tepër se ç'duhet. Nuk është keq që të kemi pak vëmendje më tepër në çështjet që ka të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep, ku edhe ndikimi i hënës së plot është diçka që mund të keni pasur probleme, debate, por janë të rregullueshme. Shkojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë ajri, ku do të thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, dita e sotme, nëse të flasim, jeni ngritur pak me nerva, me të drejtën tuaj në fakt, por dita e sotme është me nerva, por çdo njeri varet për veten e tij. Çdo njeri kërkon vendosmëri dhe të drejtën e vet. Por drejtësia nuk fitohet me nerva, nuk fitohet me forcën e krahut, por fitohet me forcën e mendjes. Dhe kjo do të thotë që duhet të ulen gjakrat dhe pastaj të bisedojmë për çështje të rëndësishme. Ajo çka duket, motoja për juve të kësaj shenje është eci avash sepse nxitoj. Në ndikimet që kanë të bëjnë deri në drek, është pak e vështirë si paradite, do të thosha unë, por jo diçka për të shqetësuar. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem është diçka e mirë dhe bisedimet mund të bëhen. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa i përket kësaj shenje, guvernatori juaj, hëna e plot, që ndodh në boshtin Demakrep, për juve është diçka pozitive. Arsyeja, në shenjën e demit që është ekonomia, stabilizimi, ndryshimi, bukuria dhe çështje të mëdha, kurse në anën tjetër në akrep është pasuria e paluajtshme dhe çështjet që kanë ngelur pezull. Kjo mund të ndryshojnë shumë gjëra. Edhe pse për juve që keni lindur me hënë të plotë dhe keni lindur me këndët të tilla të planeteve që unë them, nuk ka vend për të shqetësuar kurrë. Por mirë është të jemi të kujdesshëm, nuk bën keq. Ajo çka do të ndikojë, sepse lidhet shumë me ndikimin e hënës dhe kjo thotë që mënyra dhe mundësia janë dy gjëra kryesore që a mund të bëjmë takime sot, sa të duash, por a nxjerrim në fund një përgjigje pozitive, nuk diskutohet. Por mund ta bëni mbas orës 12, është në të mirën tuaj, sepse ndikimet që kanë bëjnë, kur kemi hënën e plotë, kemi hënën e re, kur kemi retrograd, planetet, ku diun, janë 3 ditë para, 3 ditë mbrapa, që ta kuptojnë pak astrologjit, kuptojnë pak njerëzit e dinë, dhe kjo është kënaqësia më e madhe që marr nga njerëzit, sepse është mbi të gjitha vlerësimi. Dhe unë ju them këtë, që do bëni pa kujdes këtë periudhë, ditën e sotme të paktën, nuk prishet asgjë, përveç se rregullohen. Dhe është një moment mjaft i mirë për juve të kësaj shenje në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet me peshk është diçka mjaft e mirë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e luanëve. Për luanët do thosha që dita e sotme kanë 2-3 ditë në fakt, 2 ditë sigur, më se sigurt është që nuk ndihen ashtu siç duhen komod. Një fjalë goje ju ka prish pak ekuilibrin, Terezin, por luanët në brendësitë të tyre të shpirtit ka një mundësi të ardhë dhe mirë është që mos ta ekspozojnë pra të që mendojnë, edhe pse mund këtë marrë një fjalë, sepse luani prish edhe me një fjalë gjanëm, që nuk ndikohet shumë në këtë drejtim, por unë them që duhet bëni edhe pak kujdes edhe ditën e sotme, pastaj gjërat janë më së mire, por duke filluar nga ditë e sotme, mbas dite, gjërat do jenë më pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me shigjetar të 10 ditë të tret është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja toke, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashura është momenti dhe koha që ditën e sotme mund të përballeni me disa çështje problematike në lidhje me një çështje pune, por mos u shqetësoni, sepse personi nuk është se juve ose keni dëgjuar fjalë që është mbyllur tani që juve mund ta merrni një punë të re ose njerëzit që duan ose janë plotësuar vendet e punës ose kësaj natyre. Harroni këtë, le çfarë flitet. Janë disa vonesa që ndodhin, por nuk ka përfunduar. Është momenti dhe koha më mirë nëse do prisni dhe pak, duke filluar nga mbasditja e vazhdimësia e ditës së nesërme, është diçka shumë pozitive dhe momentet janë mjaft pozitive dhe shumë të ndikuese. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt.
Përsa për këtë çështje që lidhet me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë virgjëre shpesh, duket se kanë ndikime të mira. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri, që do thotë peshorja. Për juve të kësaj shenje duket se në bazë të dhënave, ndikimeve planetare që juve keni, është një ditë pothuajse nuk është mjegull, por nuk mund të shndërrë dielli aq shumë sa juve mund ta donit. Por gjithsesi ka diçka shumë mirë sepse mbyllet një kalvar i gjatë problematik për juve dhe kjo do duket nga mbasditja edhe ditët në vazhdim. Do shikoni që shumë gjëra ju kanë lodhur dhe jeni në mendimet e juaja lodhur në mendime kot, do ta thoshon, sepse është një gjë sepse gjithmonë peshorët kanë një gjë që nëse marrin një negativitet, për shembull sot, duan 3 muaj ta hiqin nga mendja. Dhe unë ju them, nuk ka vend për të shqetësuar fare sepse këto janë kalimtare dhe nuk lidhen fare me gjërat që ta kërkojnë. Në çështje që lidhet me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dash dhe me peshk, është diçka pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë në shenjë uji ku bëhet objekt bisede dita e sotme, që do të thotë akrepi. Akrep të dashur, dita e sotme, po, që ndikimi i hanës së plot në boshtin dem dhe të shenjës tuaj si akrep, do të thosha 2 gjëra kryesore. E para është ajo që juve mund të keni shumë punë përpara dhe njeriu nuk ndalon. Është e mirë, dita është e keqe, ditë zotet janë gjitha, por planetet na diktojnë. Dhe kur na diktojnë, kur na thonë që duhet bërë kjo, keni kujdes këtu, po, është, siç e kam thënë nga hera, ndikimet planetare nga ndonjëherë nuk është se ndërhyjnë, se shumë gjëra po të kuptoni, do bëhet nami, do bëhet kjo, do bëhet kjo, do bëhet shumë gjëra negative. Jo, na dikton. Atë dikton çdo të thotë. Jam pa qef, jam me temperaturë, marr termometrin, e vendos, e shikoj sa e kam dhe vete tek mjeku për të konsultuar dhe për të gjetur zgjidhje. Këtë bëjnë to planete, apo hënë e plot, hënë e re, që të kuptojmë herë mirë, që mos keni merak se pse është hënë e plot dhe Zot na ruaj. Asgjë nga këto. Prandaj duhet jemi pak më të vëmendshëm. Dhe kjo do të thotë që është koha dhe momenti i mirë që neve të shikojmë disa dokumenta, nuk do ishte keq, edhe të jemi edhe pak më të qetë në gjërat që duhet bëjmë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dent të 10 ditë parë dhe ujor, duket se ka diçka pozitive. Do shkojmë tek shenja e radhës tani, do shkojmë tek shigjetarët. Përsa për këtë shigjetarëve, në fundi shigjetarët kanë pasur mjaft stuhi dhe ndodhen në një moment tani një qetësi përballë stuhisë. Por kjo nuk është se do prishin diçka të madhe. E rëndësishmja është që mos u nxitoni në marrje vendimesh. Vetëm këtë bëni. Të gjitha janë më shumë, po shigjetarët kanë pak më të komplet ndikimin e komunikimit më tepër, sepse gjërat janë të kompletuara, gjërat që keni që në dorë juve, por bëhet pak vëmendje në këtë drejtim, keni kujdes, mos mund nxitoni në këtë aspekt. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet problematike që kanë bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë që keni pasur debate gjëra kësaj natyre për juve që keni pasur, nuk ka për gjithun, shikoni sot rregullohet dhe ndryshimet janë në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e britsjapëve. Për britsjapët mund të flas shumë në fakt, por meqense si shenjë toke që janë dhe kanë përballë gaforen, do të thotë që ndikohen në këtë hanë të plot, ndikohen shumë në lidhje me duhet të ruajnë qetësinë. Duhet të ruajnë çështje që kanë probleme të mëdha, dash ligjore, dash çështje që kanë bënë me udhëtimet, me gjëra natyre, nëse janë për udhëtim, të bëjnë një udhëtim, duhet të kenë kujdes me dokumentacionet, që mos i mungojë një dokument, ta rishikojnë. Jo se ka problem udhëtimi, por një dokument që po mungoj nuk përfundoni punë. Kjo është muhabeti. Por gjithsesi, në gjërat që keni të bëni, në çështje të tilla, bëni pak kujdes, do ishte mirë për juve në fushën e punës dhe të karrierës. Nëse doni që keni ose bisedime që do të bëni takimet, mirë është të prisni pak ose ta bëni nesër në çfarë do lloj ore që ju doni. Por sot mund të keni disa zvarritje ose mund të shkoni për takimin që keni lënë sot dhe mund të mos jetë personi, do ta shikojmë pastaj në bazë sepse varet në individ, por gjithsesi në përgjithësi të shenjës së britsjapëve duhet pak vëmendje. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me virgjëresh duken të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se kanë shumë ndryshime, ndikime, mundësi të reja, por vini pak veshin gjërave të në lidhje me shëndetin, jo se ka probleme, jo se ka diçka,
por lodhja e te skajshme që keni juve të shenjës së ujorit. Kjo do thotë duhet dhe pak pushim. Në lidhje me këto çështje, duke pasur parasysh nga tani e tutje, sepse do keni shumë gjëra që do merrni përsipër, mund të jeni sipërmarrës, mund të firmosni kontrata shumë të rëndësishme me vlerë, pra këta duan kohë. Duhet një ditë juve të rishikoni, pra të rishikoni që të vendosni pastaj çfarë do të bëni. Se vërtet juve keni vulën, po firmën e ka dikush tjetër, prandaj keni kujdes sepse vula pa firmë nuk shkon. Keni kujdes në këtë aspekt, sepse është pak problem. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me virgjëreshën dhe me binjak duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për ju të shenjës së peshqve, pak vëmendje do të bëni për ditën e sotme në lidhje me takime, në lidhje me bisedime të rëndësishme dhe një çështje e lënë pezull mund të shtyhet për një moment tjetër, është në të mirën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me gafore duken të bara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht ditës së sotme. Një ndikim shumë të madh, pak vëmendje do të bëni sot nga të gjitha gjërat me timonin. Ne shikojmë nesër me parashikimet të tjera. Gjithë mirat.